Kam ardhur në një nga uzinat më të mëdha, më të rëndësishme dhe më historike, teknologjike edhe ekonomike të Shqipërisë së Shkuar. Gjendemi sot në Patos, në uzinën mekanike. Është një uzinë që ju keni dëgjuar shumë, por nuk keni parë asnjë imazh për historinë e saj. Dikur edhe sot, paktën në Google nuk ka asnjë imazh se si duket ajo. Kjo ishte edhe një nga joshjet më të rëndësishme që më solli këtu në Patos për të parë si ka qenë ndërtuar kjo uzinë tepër e rëndësishme për ekonominë strategjike të Shqipërisë së Shkuar. Do të takojmë bashkë disa personazhe që kanë punuar në këtë uzinë dhe që do të na tregojnë çfarë kanë qenë repartet bazë që e përbënin dhe që kanë qenë shpirti dhe zemra e kësaj uzine për të cilën është dëgjuar shumë, por është parë fare pak. Një ndim të madhe jep zhvillimi i industrisë mekanike në kërkimet dhe shfryzimin e burimeve të naftës. Tani ajo është në gjendje të prodhojë sonda për çpime të thella e të mirëmbajë të tërë parkun e makinerive të kësaj dege të industrisë. Për çfarë shërbente kjo uzinë atë kohë? Uzina prodhonte tërë prodhimet e naftës. Vinin ndërmarrjet të naftës ku ishin ndej, prodhonte, domethënë këtu, aty në fund tek shaqetiem veshin rimont traktorët. Do më meshin traktorët, jo të trin, po ata gjishin të veshin rimont edhe iknin. Qo këtu derdhe uzina. Sa punëtor ka pas uzina me përafërsi? Një do, po, pa tjetër, i 500-600 punëtor, po, edhe me. Mbante gjithë zonën për naftën këtu, apo edhe më gjerë? Ku t'kishte nevoja? Jo, Këtu? Kjo ishte për naftën. Po. Nafta ishte e madhe, nafta ishte në Vlorë, ishte në... Gjithë e beshin këtu. Për gjithë naftën? Për gjithë naftën. Gjithë naftën kjo ishte, për ishte me madhe. Edhe atje lartë pasaj, u bëjnë porosi, mua për e marrë një qekan, pneumatikë, thonë, të shekoni, e shimat, haqja i, që i merim ato kokat i cilën e jashtë, i shtypnim, edhe i përdojnë vetë, i merim edhe, që mos i dinit shtrengë, se kishin diamant, edhe i njësim edhe diamantet aty, i përdojnë dhe ato. Plus, i benim këto gjishin për uzinë. Uzina punot në për vete, punot dhe vetëm për naftën.